Po për sa i përket suplementeve, proteinave që përdorin, funksionon edhe halal? Po, funksionon. Më mirë është i njeriu të marrë proteina sa më bio, sa më natyrale, ajo është më shëndetshme dhe më e mira. Ose çfarë është ngjashme me to, pra çfarë është më afër natyrales dhe çfarë është më afër bios, dhe e rëndësishme është që në këto suplemente nuk duhet të ketë, le të themi, produkte të ndaluara sheriatikisht. Pra le të themi proteinat e derrit apo gelatina e kështu me radhë. Sepse indirekt ne po marrim haram. Pra ne duhet të interesohemi siç interesohemi për ushqimin, siç interesohemi për mishin, siç interesohemi është halal apo jo. Pra ideja është kur e marrim për shembull, le të themi një nga suplementet që ne do të përdorim, duhet ta shohim, ja ta shohim këtë. Shi sa bukur, po nëse mund të afrohet kamera, këtu është të shkruar, domethënë halal. Pra edhe pse është, le të themi, prodhim anglez, ja e ke të certifikuar halal.